Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin. Ka zëra që nuk të ngatrojnë kur. Mjafton një fjali, një frymarrje, një mënyrë të thënie dhe e kupton me njerë se kush është ajo. Aktorja, pedagogja, artistja. Por për te skenës e roleve që publiku një prej dekadash, ekziston edhe ema njeri. Një grua me ndjeshmëri, me intuit, me forcë, por dhe me heshtje. Një grua që ka ditur të jetoj mes artit dhe jetës reale, mes duartrokitjeve dhe humbjeve, mes dritës së skenës dhe errësirave që nuk i sheh publiku. Sepse jo gjithmonë njeriu dhe artisti ecin paralel. Ndonjëherë artisti të mbron, ndonjëherë të fsheh, e ndonjëherë të shpëton. Sot në pa komplekse me Elionin, dua ta njohim emën për te personazheve. Gruan që mendon, që dashuron, që kujton, që vuan, që ringrihet dhe që vazhdon të besojë tek njeriu. Sot me mua Ema Andrea. Ema, shumë faleminderit që pranove ftesën time. Faleminderit për përshkrimin. I kisha shtuar artit edhe që të futën kurth, dhe i kisha shtuar besimin tim, besimin në një krijes pak më të lartë se njeriu. Po faleminderit shumë. Ema, ku fillon njeriu dhe ku mbaron artistja? Kur hiqet roli, dritat e skenës, kush mbetet në heshtje përballë pasqyrës? Mbetet një njeri më i pasur se sa hyri, në rastin tim. Unë mendoj dhe e kam jetuar kështu jetën time, unë e kam jetuar artin si mënyrë të bashkëngjitur me njeriu. Teatri, aktrimi teatri është një profesion, kur flas për profesion, kur ti e do edhe e ke vokacionin, jo thjesht dalesh në skenë për të pritur trokitjet, është një profesion që ta jep shansin e madh për të kuptuar si qenie njerëzore, për të pasuruar, për të rrit empatin tënde, për të duruar, të shtruar vullnetin, të përpiqesh të kuptosh, e mbi të gjitha të dëgjosh njeriu. Dhe kur them njeriu, gjithçka që e bën njeriu dhe shoqërinë njerëzore, të gjitha grimcat apo universit. Kështu që kur mbyllet perdja, jam një pothuajse e zbrazur. Më pëlqen të hesht, mbas sepse përfshihem, kur dal në skenë përfshihem, është momenti im i lirisë. Dhe jo vetëm në skenë, por në përgjithësi. E filloj me heshtje dhe e përfundoj me heshtje takimin me spektatorin. Ema hesht me emën, edhe pse s'm pëlqen kur flitet në vetret, por unë me veten time hesht. Dhe kjo besoj se është një moment i boshllëkut për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Në përgjithësi rrugtimi i krijimtarisë për mua ka qenë dhe është, nëse do të kthehem, torturues, pasurues, i frikshëm, sepse duhet me pranu errësira apo ndriçime që si ke njohur, apo sepse bllokimet e shoqërisë tënde nuk t'i lejojnë t'i njohësh, ti duhet t'i lejosh të qasen me qenien tënde, me gjithë ndërtimin tënd, ndoshta ta shpërbësh ndërtimin tënd për të ofruar një personalitet të ri, i cili ka një qëllim të lartë komunikimi. Lufta më e madhe kur besoj unë, përpjekja më e madhe, konflikti më i madh i brendshëm i kujdo që është performues live është konflikti midis vetes dhe asaj që do të përfaqësosh në skenë. Dhe sa më shumë të kesh fuqinë ta zbërthesh apo mohosh vanitetin, unë besoj se aq më shumë i përfshirë je në atë që do të transmetosh në skenë. Dhe në të tilla raste, kur i rrugtimi është i tillë, atëherë ti punon gjithmonë në zonat pasigurta, të cilat të pasurojnë, e rrezikojnë vanitetin dhe suksesin absolut, por të pasurojnë ty.
Dhe nuk është pastaj suksesi apo dështimi mbeten relativ. Se është një çelës komunikimi që ndoshta se ke gjetur, por ti gjithsesi je pasuru. Po gjithmonë e kam pyetur veten ema se a është më e vështirë të hysh në rolin në jetën e një personazhi apo është më e vështirë të dalësh nga personazhi? Çfarë më thënë të dalësh nga personazhi? E të kuptoj pse pyet, sepse Pa i momenti kur janë disa klishe të artikulimit të punës tonë. Personazhi, karakteri është një mori grimcash të një personaliteti të caktuar, të cilin ti e mishëron me një punë të ngadaltë. Është si një bashkëudhtim. Është një bashkëudhtim sa komunitara që edhe brenda me vetmin tënde, pra i vetmuar, sikur drita takimesh me njerëzish të ndizen për të kuptuar më shumë qenie njerëzore, që me sa duket nuk ja gjen dot fundin e të kuptuarit, fundin e kompleksitetit të vet. Dhe meqense nuk mbrin dot tek ky fund, gjithmonë është një takim dhe një udhtim i gjatë, i qetë, por që ka një fund. E ka një fund. Të lësh shijen e vet, ta ka lënë pasurinë, pra ti vazhdon të jesh i pasur me këtë takim të jashtëzakonshëm që ke patur, por si çdo gjë në jetë e ka një fund. Ndaj këtë personazhet nuk hynë dhe dalin, bashkjetojnë me ty, bashkëudhtojnë me ty dhe lën brenda teje atë që ti pranon ta mbash deri në fund të jetës. Dhe atë çfarë ti pranon të mbash nga reflektimet e tua mbi një personazh, mbi një personalitet që ke përcjell në publik, është pastaj bëhet pjesë e jotja. Bëhet pjesë e reflektimeve tua, mënyrës se shikon veten, botën, si reagon, por e ka kalu stadin e mimesit, e ka kalu stadin e komunikimit publik, tani është si një kujtim i bukur brenda teje, si një njerëz që ke takuar në jetë të ka lënë shenjë, si një libër të bukur që ke lexuar, si një fenomen që ke përcjell, ka lënë shenjat e karakterit të vet tek ty në atë botën e të reflektuarit. Edhe mbi gjitha të empatisë. Pa mund t'jetë ky një perceptim i juaj vetjak për këtë fenomen, apo ndodh që ndonjëherë njeriu pas shumë rolesh të mos e dalloj edhe ku fillon vetja e tij? Sa ai që s'bën role e dallon? Jemi me teorinë e Erving Goffman, secili ka maska. Kështu që absolutisht, gjithë kemi personalitete që i veshim kur duhet raportohemi me botën dhe janë të gjitha armë ose mënyra për të raportuar dhe për me mbijetu në komunitet. Në çfarë do lloj profesioni, në çfarë do lloj qasje që ke kur ke dal nga dera e vetes tënde. Kështu që kësaj pyetjes se ku filloj unë e ku mbaron profesioni im apo karakteret e shumta që kanë udhëtuar në trupin tim dhe në mendjen time, nuk e di, por ka mundësi që raporti im me gjitha karakteret dhe personalitetet që kam mishëruar, kam përjetuar, shëtitur, justifikuar në karrierën time, raporti im me to është më higienik se sa raporti i njerëzve, i personaliteteve që njerëzit në profesionet ndryshme përdorin për t'u qasë shoqërisë. Ka shumë mundësi që tjetë ai më higienik, dhe ndaj ndonjëherë artistët duken e ndoshta janë njerëzit më të paqëm në komunitet, sepse përveç rritjes që kanë të empatisë, janë higjienike, më shumë të higienik në raportet shoqërore. Flas për artistë që e kanë artin e kanë vokacion dhe mënyrë të jetuari dhe jo profesion për të paguar, se ka bajagit tillë në gjithë botën, që kryejnë detyrën dhe vazhdojnë të toksikohen nga personalitetet e nga armiqësitë me botën, kështu që. E përmendëm artin, po atë ka shpëtuar ndonjëherë artin në jetën reale? Po. Jo skena, por aftësia për të mbijetuar emocionalisht mes njerëzve, por edhe mes dhimbjeve. Po.
Flisja, në ngjarjet e mëdha, flas për këto ekstremet të jetës time, kur ti e kupton që ty të është po të tronditet psika, fiziku, arti të paktën mënyra se si ne elaborojmë veten, më ka ndihmuar që të di se çfarë po ndodh. Të di se çfarë po ndodh me psikën dhe fizikun tim. Dhe si tillë të vë të rëndësishme të jap kohë shërimit, përjetimit dhe ta pranoj. Edhe ta pranoj. Sepse me sa duket kur elaboron gjithikohës je në një pozicion ku duhet me dhënë, siç është pozicioni një artisti, se ka për detyrë për me dhënë, ti me sa duket ndërton një laborator, mekanizëm, sistem të tillë, që të japësh kohë raportit me çfarë është më e rëndësishme në atë moment, dhe pastaj të rihysh tek vetja për ta riekuilibruar. Pa menduar, mos harrojmë që në përgjithësi, mos harrojmë. Në jam dalin këto shprehet e mësuesit. Ju lutem që mbani mend. Ajo që unë kam kuptuar në gjithë rrjedhën e jetës time, e në këtë komunitet, për në përgjithësi, dhe në komunitetet e tjera ku kam pas mundësin me jetu apo me punu. Gjithmonë delikat momenti kur ti thua çfarë është më e rëndësishme për mua tani. Dhe këtë kam përshtypjen se është një nga aftësitë që ti zhvillon të punuarit, të dhënët, arti. Dhe në atë moment i mbrin edhe të rrisësh inteligjencën emocionale, mbrin në mënyrë automatike të japësh prioritet, çfarë ka prioritet në atë moment. Të paktën kështu më ka eduku mua arti, dhe pastaj të merresh me vete. Por kjo të çon në një aftësi për të mos gënjur. Sepse ti je koshient për atë që po bën. Që do të thotë, në raste dramash të mëdha familjare, në raste gëzimesh të mëdha familjare, në raste kur të fyejnë në shoqëri, në raste kur ta kanë prek sedrën, egon, ti mëson dal nga dal të kuptosh pse, çfarë, dhe çfarë po ndodh me ty. E mbi gjitha çfarë po ndodh me ty, kur unë kam filluar të kuptoj se çfarë po ndodh me mua, dhe ta tërheq veten për të kuptuar çfarë po ndodh me mua, kam rregulluar komunikimin në interes të punës, të projektit, apo të eventit, apo të dramës, të fatkeqësisë, të dhimbjes, të lumturisë. Dhe fyem gjithmonë më pak në shoqëria, pikërisht prej këtij mekanizmi. Fyem gjithmonë më pak, lëndohem gjithmonë më pak. Prej kohës. Mirë për ju? Më mirë? Sigur. Besoj se është më mirë, nuk besoj se trupi dhe mendja e njeriu zgjedh për më keq për veten e vet. Por ndonjëherë konscienca mund të jetë edhe një lloj arme që mund të jetë edhe e dobishme, por ndonjëherë ka ca njerëz që nuk duan të jenë konshient për ca gjëra. Nuk e duan atë konsciencën e plot sepse ndoshta kanë dëshirë të ta gënjejnë edhe veten, edhe në raport me njerëzit. Zgjedhja është. Është zgjedhje. Kush do të futet në kurthin e gjërës së lehtë, si përfaqësores, të mbylli syt, të japi rëndësi, mësoj realitet, të japi rëndësi absurditetit, se vaniteti kur është në nivele shumë të larta është krejt absurd, do është dhe qesharak madje. Kur ti do gjithkohës të tregosh diçka që s'je, të veprosh ashtu siç je, kur projektohesh në të tjerë, idhuj ose jo idhuj, kur suksesin e shikon tek tjerët, raportet njerëzore i shikon si kalimtare,
si njeh prioritetin. Të gjitha këto nuk i bën sepse je i ndërgjegjshëm, por se është mënyra më e lehtë për ta bërë. Kjo është një zgjedhje. Kjo është një zgjedhje që njeriu bën, një qytetare bën. Uroj që këta qytetarë një ditë të humbasin në një pyll. Dhe aty natyra të tregoj se çfarë është më e rëndësishme. Pa vjen një ditë që njeriu lodhet edhe duke luftuar. Sigurisht. Edhe mëson që në fund ta përqafoj edhe veten me gjithë drejtësitë e saj. Sigurisht, kjo është fitoria më e madhe. Unë uroj që një ditë ja dalim të përqafojmë dhe hijet, se dritën. Sigurisht që është një fitore e madhe. Nëse çdo kush do ta bënte 5 minuta këtë refleksion që ti sapo the, nuk do të kishte kaq shumë toksicitet. Njerëzit gjejnë vintilat shfryrëse duke zhvlerësu kauza, duke zhvlerësu veten, duke zhvlerësu edhe gjëra që janë të rëndësishme për ta, thjesht për të zbrazur, justifikuar, fshehur hijet e vetes. Se kur njeriu nuk e pyeti një qytetar që është gjithkohës toksik, se nuk po them që njerëzit janë perfect zen, për më tepër ne që kemi kaq diell edhe edukat tjetër, e kulturë tjetër edhe ujin ka energji tjetër. Nuk po them ne s'mund të jemi zen. Të qetë dhe të mirë kuptueshëm gjithkohës, por të paktën të jo gjithkohës toksik nuk duhet me qenë se i bën dëm shëndetit tënd. Dhe kam përshtypjen që njerëzit që e ushqejnë toksicitetin e tyre janë gjithkohës dhe gënjejnë pafund se vepra e tyre nuk tregon gjitha që lodhje nga luftrat për parimet e drejta. Tani edhe lodhesh edhe duke u marrë me ta, se duken qesharak, gjejnë vintilat e tillë për të shfryrë, dhe kur nuk e pyesin veten pse s'm pëlqen mu. Pse? Po më nervozon sot pamja jote, pse? Në momentin që ta bëj, ky pastaj është një raport me veten. Në momentin që ti pyet veten pse po më pëlqen dhe pse s'po më pëlqen, atëherë që nga ky moment ke filluar nga pak të kesh dialog me veten. Nuk jam profesioniste të them se kur fitohet ky, a fitohet apo jo me pjekurin, me zgjedhjet, me kodjon, por njeriu duhet të ketë të dialog me veten, duke pas parasysh që dhe shoqëria, sidomos kur je person publik, me gjithë zemërgjërsin tënde për qenë vetvetja në çdo intervistë, apo dalje, apo qoftë gabime. Në përgjithësi, opinioni, ndoshta pikërisht për fenomenin që nuk e pyesin kur veten pse, nuk ta fal. Nuk të fal, nuk ta fal. Nuk rrit dot pa të përmendur momentin tënd të dobët. Apo çfarë do të ishte, e nxjerrin nga varri, e ekshumojnë çdo gjë për cilën s'do të ishin dakord mbi të gjitha, sepse ti s'ka dhënë llogari. Në momentin që ti jep llogari dhe sidomos po luajte viktimën, ka ardhur sot koha e viktimizimit dhe viktimave, ti ke suportin dhe gjunahun e të gjithëve. Dhe kjo besoj se është një nga format e tjera që si vintil për me shfryt pavërtetën në raport me veten. Pra ty të duket, ne kemi shpesh në shoqërinë tonë akte që duken si të empatis, po janë thjesht kundrejt personave që t'i kujtojnë, bëhen gjithmonë kundrejt personave që duken më të dobët. Dhe pyes veten ndonjëherë, nga e kuptoj unë që ti je më i dobët se unë. Kjo ndjesia e të gjykuarit për të ndjerë më mirë dhe për të ndihmuar dikë që po duket më i dobët, është pak e deformume në raportet tona shoqërore, sepse nëse do të jesh njëri empatik, duhet mendohesh mirë, sepse po çfarë fshihet mas një buzëqeshje, dhe çfarë fshihet mas dikujt që po lum viktimën. E pastaj ti do të kesh një mundësi të zgjedhësh. Po, shoqëria jonë me gjuna, ta marrim në punë se është gjuna, po shkoj të jap atë me qenë se nisëm të gënjeshtra, çfarë do thotë, nga momenti që fillon edhe nuk po raportohesh dot me veten, edhe aktet shoqërore kur i ke të mundshme, i ke
I ke jotë sinqerta, I ke si pazar, si pas meje. Mua më jeni dukur gjithmonë si të paktën nga larg, sa ju një. Më jeni dukur si një person që I ndjen njerëzit edhe para se t'i një. Sa I besoni ju intuitës? Më vjen I natë kur nuk I besoj. Shumë herë e tërheq veten se them mund të gaboj, mund të jetë çështje paragjykimi, mund të jetë por pastaj rezulton ose ka raste kur them e ndjej që nuk do të jetë, po jap një shans. To janë rastet më të mira sepse ti thua, e dija. Kjo po flas në të gjitha raportet dhe pastaj më shtohet kurioziteti. Në rastet kur intuita më ka thënë mos e bëj. Dhe unë e kam bërë me ndërgjegje. Dhe e di që do përfundimin, që do nuk zgënjem, por I shkoj deri në fund sepse jam shumë kurioze për natyrën njerëzore. Ndonjëherë dhe duke ndëshkuar veten. Kjo në të gjitha raportet. Jam kurioze të di çfarë do të ndodhi. Nuk e kam më idenë që kam pas në rini që unë mundem të ndryshoj personin, është një nuk e di fare se çfarë kompleksi është ky. Që ti mendon se nga prania jote personi do nxjerrë më të mirën e vetes, në punë, kudo. Por tani jo, tani provokoj veten në një mënyrë për të më zbulu atë që tash pak më parë. Pse u zgënjeva dhe pse s'më pëlqen, se unë du me pasuru veten për me përdor në profesion. Një mësim I ri. Po miqt për emën, a janë një lloj strehe apo janë luks? Sa është e vështirë për emën të besoj plotësisht tek dikush? Luks apo një lloj strehe, të dyja. Të dyja. Se nuk besoj se mund të marrësh emërtimin mikesh, po si pati të dyja këto, dhe nëse unë nuk t'i ofroj të dyja këto, nuk besoj se duhet të quaj mike. Unë tentoj shumë të bëj shpejt të qartësoj ajrin dhe njerëzit me këdo që më rretoj në çdo profesion, të krijoj energjinë e komunikimit, e cila më pas transformohet ose jo në miqësi. Kjo është gjë tjetër. Nuk ka në asnjë raport, qoftë edhe të shkurtër, qoftë profesional të ftohtë, kur unë të mos kem menduar për te kodit, pra për te profesionit. Ka pëlqyer gjithmonë të bëj një akt njerëzor. Sepse përpiqem të jem e vëmendshme. Dhe asnjëherë nuk kam prit të më kthehet mbrapsht, po mua më pëlqen kur bëj akte njerëzore. Në qoftë edhe njerëz me cilët e di që s'do kem kur shoqëri të gjatë, apo nuk kam të njëjtin kod apo valë të komunikuar për jetën, pra mundet ta besoj. Edhe njerëzit që si besoj, por që kam një raport profesional apo të rastësish, apo e di që do të zgjasë shumë pak sepse ka projekte pune të cilat janë shumë të shkurtra, unë përpiqem të lë një shenjë njerëzore. Pas më vjen kështu si natyrshëm, pas një qëllim me u kthy mbrapsht. Po lumturia çfarë është për emën sot? Sot? Lumturia e përkthyer sot në këtë gjendje që jam sot, në këtë situatë që kam përshtypjen të zgjasi, jam njëri krejt tjetër. Iluzion. Dhe po kthej, se besoj që po e dëgjoj veten që e them të gjithë, se unë kam qenë një njeri që kam shiju dhe jam lumturu për çdo pikë shiu. Literalisht për çdo pikë shiu. Nuk kam qenë kur një person që shikoja çfarë ka më tepër. Kam qenë një person prezent të shijoj atë që çfarë ishte e mirë në momentin që jam, që nga gjërat e vogla deri tek patjetër gjërat e mëdha, dhe një gjë që besoj se nëse kjo do të quhet lumturi në të ardhmen, mirënjohjen vazhdoj ta kem gjithmonë më të thellë për çdo akt njerëzor apo të kreatorit, qoftë edhe për gjëra të vogla.
Kështu që deri para 10 orët lumturia ishte çaste, mënyra si e përkthen jetën. Don të përkthesh. Edhe në momentet e errta thosha diçka do kuptoj nga ky moment i errët, po flas momentet e errta të stresit, punës, momentet e errta njerëzore. Diçka do të kuptoj për me pastaj diçka. Kam pas gjithmonë besim të kjo energjia fort vitale që kam pas për me i çu gjërat për më mirë. Madje i merja si leksione për me shiu më shumë lumturi. Që është gjithmonë e përbërë, besoj unë është thjesht çështje përkthime, si ti përkthen realitetin. Në këtë moment që flasim është një pikë e largët diku në të shkuar. Si emocion, nuk kam për momentin ndonjë perceptim tjetër mbi lirinë se sa, po uroj të kaloj. Uroj të kaloj dhe të rishijoj ndryshe, se sigurisht që s'do të jem më e njëjta, të rishijoj ndryshe gjërat e bukura. Të paktën të shijoj, se jam tek pika që as nuk e shijoj. Është pasuri edhe kjo. Jo, më kujtuat një bisedë që kisha të ky podcast me zonjën Kozeta Mama që kisha të ftuar këtu. Edhe ato e pyeta për lumturinë. Dhe ajo më tha që ajo nuk beson të lumturia. Ajo më tha që beson të qaste. Të qaste. Qaste të lumturia. Ka drejt. Sepse ajo ka përjetuar dhimbje të mëdha në jetë, kështu që ajo më tha këtë. Kështu që unë besoj që ka qaste të lumtura edhe pas tragjedive të mëdha që ndodhin në jetë. Ka gjithmonë një derë që hapet edhe që sjell ajër të freskët. Shka, me të drejtën unë në të intervistë ka qenë nuk para ndalem, se interneti është një kurth cilin unë e përdor me vetdije kur nuk dua të mendoj. Kur dua të humbas mendjen, ka sa kohë që rri shumë vetëm që mendja ime të lodhet. Pa ty unë dala me të drejtën dhe nuk e dija se për kë bëj fjalë. Se di, po, kur e kupton që një grua është inteligjente dhe ka një dritë mençurie, e ndalova me pa, se nuk lexova po çfarë bëj. Dhe me thënë drejtën, ajo është një nga ato intervista që mua më ka thënë çoema. Kam gjetë në një si shpuna takimeve që s'janë gjithmonë janë momentin e duhur. Kur kam dëgjuar mënyrën e të përkthyerit përmes letërsisë, artit, kujtimet sa të thjeshta aq të bukura, me aq vërtetësi, e mënyra se si e rrëfen të jetën, si e rrëfen jetën në publik. Përveç se më ka bërë të adhuroj si qenie, më duhet dhe ta falenderoj, sepse në mënyrë pa vetëdijshme, pa dashje, ajo zonjë mua më ka thënë ço Ema. Edhe unë realisht të nesërmen jam quar dhe kam thënë shije diellin ndryshe. Wow. Ka qenë një popo, më duhet ta pranoj, ka qenë një goditje reale, konkrete për me thënë qo dhe shikoj jetën ndryshe sepse duhet. Ajo intervist më ka bërë. Kështu që më duhet ta falenderoj që ekziston edhe falenderoj dhe ty që jam mbushë mendje të bëhet publike. Faleminderit. Të ca gjëra që bëjnë mirë edhe pa e pasat qëllim. Mua po më ka bërë shumë mira intervistë. E pa vetëdijshme, domethënë, se edhe vetë intervista me zonjën Kozeta ishte jo vetëm e rrallë, po e s'kishte thënë intervista për 25 vite. Ishte shumë e vështirë ta bindje. Dhe s'ka pas faj, dhe s'ka faj. Dhe kur më tha persona që ka refuzuar, unë thash, nuk do më pranoj, po unë thjesht i nisa një skenar, domethënë, thash lexoje. Dhe thash, nëse ju pëlqen, hajdeni. Po mos më thuani jo me njerë. Edhe pranoj. Domethënë edhe vetë ta nuk e di se si u binda, por më binde. Dhe me të vërtetë e shijova edhe unë shumë atë intervistë, sepse nëse e bëj këtë podcast, nuk e bëj as për përfitime, as për klikime, apo i thjesht për qejf, e bëj me shumë dëshirë.
sepse takoj njerëz shumë të bukur si ju. Unë rojt kesh klikime dhe përfitime, sepse është kohë e argjuar, është kohë e shpenzuar dhe, por sidomos në rastin e personazheve të tillë, që me sa duket kanë thënë po për me bë mirë, në bas kaq vitesh dhe nuk ka faj që nuk thotë po. Të shumë delikate situata, dhe shumë e lehtë me abuzu sot me situata cilat e di që do sjellin klikime, dhe njeriu nuk do ta nxjerrë në pazar dhimbjen e vet. Kështu që unë kuptoj shumë mirë pse ka thënë. Duhet të jetë gjithmonë një person që ta mbushë mendjen se zot ta bëj atë lojë, se media ka kurthe shumë të bumerangs ndonjëherë, por ka kurthe jo të bukura për interes të vetin, kështu që shikoj ma unë përgëzoj që nuk e ke atë prioritet, por uroj të paktën për personazhe të tillë si Kozeta të ketë deklikime dhe unë tani së fundmi bëra një bisedë në podcast me mamin tim. Dhe mami po kalon një situatë të njëjtë me ty, sepse para një viti, s'është bërë akoma viti, nesër bëhet viti, kam humbur tezën time pa pritur. Edhe për mamin ishte një goditje shumë e rëndë, shumë e rëndë, edhe kur erdhi dhe mami edhe nuk deshëm ta përmendim te podcasti, po e përmendi prapë shkurt vdekjen e tezës, sepse mami ka përjetuar gjitha dhimbjet, edhe nanën, edhe bashkëshortin, edhe së fundi motrën, edhe tha nuk ka marrë, edhe nuk doja asum vetë, nuk është se dua që të përfitoj nga dhimbja e tjetrit, sepse fundja jo, edhe dhimbja e mamit tim ishte e përbashkët, sepse unë humba tezën që doja shumë, kështu që e kuptoj dhimbjen tënde, sepse kam një person në shtëpi që po kalon njëjtën gjë. Po, dëgjoj, në përgjithësi se ne ram dakord që do ta hapim këtë temë, se edhe kur mbi flet zhvlerësohet. Dhimbja është shumë intime. Shumë. Por është aq ndjenjë e papërballueshme realisht. Është e rëndë, është. Sa ndonjëherë njeriu ka nevojë ka nevojë të flasë, unë i quaj dëshmitar. Të asaj që ti po kalon. Ndonjëherë duket sikur kur flet do të lehtësohet. Ose dikush do t'ja janë dikush do t'ja zgjidhje, ose ndoshta fakti që po e dëgjon veten lehtësohesh. Këtë flas kur para se të ekzistonte interneti. Kur them interneti duhet të rrjetet sociale. I cili në makutërinë e vet rrezikon të zhvlerësojë shumë, apo ti bëj patetike shumë disa situata për hir të një manipulimi emocional për atë që thua ti. Kështu që nuk është e lehtë as me dalë në publik me fol për tilla gjëra, dhe është e frikshme. Se sidomos këto momente janë momente, besoj se dhe s'flas dot në emër të saj, po besoj se ka disa pikat përbashkëta dhimbja tek njerëzit. Nuk ishte frikshme. Se të ndjesh edhe 2 herë keq, fajtor, është e frikshme me fol, tani më në situatën e rrjeteve sociale. Edhe pse, kur je pak më në ekuilibër, të paktën këtë kam bërë unë, mundet të ndash, përsa nuk mohohet dot elefanti në dhomë. Por duhet të rri aty, sepse jo vetëm që të përket ty, por askush nuk ka drejt as ta gjykoj, as ta përflas, se është e jotja. Unë në fakt kur kam, nuk e dija, po biseda rodhe shumë natyrshëm me Gridën në podcast kur bëmë.
as nuk e dija si në çfarë sensi, zhytëm në bisedë me njëra tjetër. Dhe kam marrë shumë mesazhe njerëzish grave më së shumti që kanë kaluar situatat ngjashme. Dhe në mos për asgjë tjetër, vetëm për ato njerëz gra që janë identifiku me ato fjalë, me mënyrën si unë jam përpjek me përshkru diçka. Po flas aq sa I përket vajza është e mundur, në fakt se s'mundesh as ta përkthesh në fjalë. Çfarë ndjen dhe se si të zotron ajo ndjenjë, se është një ndjenjë që të zotron. Ka ditë që je në ekuilibër, ka ditë që je në një errësirë që të pëlqen. Të pëlqen ajo errësirë, mua më pëlqen, në sensin nuk dua I dorëzohem asaj ndjesie, kështu që helt larg telefon dhe çdo gjë tjetër. Sot për shembull është një ditë pak më e ekuilibruar. Përjashto mëngjesin, se është data 29 dhe mëngjesi është I dhimbshëm. Por sikur vetëm për aq, për ato njerëz që më kanë shkruar gjatë, më kanë marrë kohën e tyre dhe kanë shkruar gjatë për me nda, për me fol. Besoja ka vlet me nda në publik. Gjithmonë është e kujdesshme, është një ndjesi duhet me qenë, se po fole shumë e zhvlerëson. Edhe bën Po çfarë raporti ke me vetmin, Ema? Mu vetmia në kuptimin e tërheqjes time nga ana sociale në heshtjeve të mia të gjata, më ka pëlqyer dhe shpesh e kam zgjedhur. Nuk e përjetoj keq vetmin. Është e bukur ndonjëherë vetmia, o? Por vetmia e gjatë pas ka një rrezik. Që ti të mos duash më të hysh në raporte me njerëz. Është dhe ajo si çdo fenomen që zgjat shumë. Ka nevojë për variacion. Bëhet e frikshme atë. Unë s'kam arritur tek momenti të frikshmes, po duke reflektu, kthej njerë kokën dhe them, kam nevojë të bëj humor. Por absolutisht njerëzit duhet ta kalojnë një fazë të jetës në vetmi, ta zgjedhin. Unë dikur e kam zgjedhur, tani vetmia është bërë më e madhe, më e gjerë, më e thellë. Pavuajtja? Durueshme është bërë, po. Pavuajtja mund të jetë ndonjëherë e bukur, Ema. Sepse po mendoja një ditë këtë, isha me kufje, po ecja ishte një ditë me shi, edhe gjithsesi ishte ngrohtë. Edhe thash, po edhe vujtja ndonjëherë mund të jetë e bukur, sepse edhe për atë gjë që po vuan, ti sikur po e lartëson, sikur po jep një ndjenjë tjetër, një përmas tjetër, gati hyjnore. Vuajtja si fenomen. Derisa vuan do të thotë që të mungon diçka e bukur. Pra ka vlerën vetvete. Shkaku që të ka bërë të vuash. Personi, arsyeja. Ka qenë diçka me vlerë. Që do të thotë e ka bukurin brenda dhe lartësimin brenda. Por vuajtja unë e kam provu me humbjen e mamit këtë. Por ka një arsye tim kur t'i kem prindrit. E pres, është radha, kemi ne disa. Është një kufi që do ta takojmë të gjithë, duhet të mësohemi. Ka një lloj arsyetimi për ta menaxhuar vuajtjen. Kesh menaxhuar se. Kurse në raste të tilla, qënka, dhimbja e mallit krejt e padurueshme. Deri tani që flas.
krejt e padurueshme. Është shumë e padurueshme. Kështu që mundet jetë e bukur në kuptimin e madh të fjalës, të kreatorit, të vërtetësisë të jetës, të provës që e vën, apo qoftë të vlerësimit gjithmonë më tepër të asaj që ke pas. Të më qenë më njohës për gjërat që ke pas, edhe pse nuk e ke më. Por trupi njeriu, të mendja e njeriu që kanë çuditshme. Ja, janë të dobta shumë për gur kaq të mëdhenj. Prandaj shpesh them pse kemi bërë merak për ato që kemi quajtur dikur vuajtje. Po se dhe vuajtja dallon. Po si, kështu që nuk je kurrë i përgatitur për të tilla goditje. As nga libri, as nga... dhe nuk mundesh. Thjesht që ta kthem prap nga ana sociale, nëse njerëzit, dhe unë besoj se kanë filluar të harrojnë të merren me veten. Do të thyen përpara goditjes që nuk i ndalojnë dot. Jeta me sa duket është një stërvitje e madhe e vullnetit dhe besimit me veten, për veten dhe për parimet me cilat do doje të ngrihej ekzistenca jote në këtë planet, në këtë tokë. Të jepje një qëllim ekzistencës tënde dhe kush nuk e bën këtë udhtim midis vetes dhe të ndërtimit vetvetes, unë besoj dhe këtë përgatitje, unë besoj se goditjet më të vogla do ta thynë si degë brisht. Pasojat nuk mund të di, por nëse një person thyet, mund të justifikohet në çdo gjë, por është thjesht mos të kthyerit syt nga pyetjet më të thjeshta, pse po ndodh? A duhet ta bëj? A kam nevojë ta bëj? Kur je i ri dhe duhet përgatisësh vullnetin tënd për të mbijetuar dhe jetuar. Schopenhauer thoshte që njeriu mund të bëjë ato që dëshiron, por nuk mund të dëshirojë ato që dëshiron. A mendon që ne zgjedhim realisht në jetë, apo shpesh zgjedhin plagët tona për ne? Po, zgjedhin plagët tona për ne. Njeriu nuk e di çfarë dëshiron derisa ja ofrojnë. Sidomos në shoqëritë e zhvilluara, që quhen të zhvilluara. Nuk kupton çfarë i mungon, po flas çfarë përkthehet në këtë dritdielli, derisa ja ofrojnë. Dhe kështu prandaj mbajnë gjithmonë në vërtet për syt larg plagëve, larg të vërtetës, larg vetes. Kështu që po, unë besoj se për derisa plagët nuk e di a shërohen në të drejtën, por të zënë vend, ato do zgjedhin. Ti mund të zgjedhësh mënyrën si raportohesh. Mënyrën si raportohesh në gjithë efektin që këto plagë t'japin. Ti, unë të paktën jam duke bërë këtë gjë, jam duke punu me veten që rezonimi i plagëve të mos dëmtoj raportin tim pozitiv me jetë. Por tjetë më reha ashtu siç po është, sepse ndonjëherë plagët, sidomos kur janë të padurueshme, me sa duket të çojnë drejt një mohimi, mbyllje dyersh dhe ka një rrezik të madh edhe të përçmimit mbi çdo gjë që është rreth teje. Ose injorimi, më saktë, po besoj se injorimi dhe përçmimi janë afër. Kështu që, po, njeriu mundet të zgjedhë cilën nga efektet e plagës do të mbajë dhe si do ta çojë përpara. Sa do ta respektoj plagën, më saktë.
sepse besoj se kjo duhet ta respektosh. Pa mendon se dhimbja e thellon artistin, apo është thjesht kjo një lloj mënyre romantike që njerëzit e kanë shpikur për ta justifikuar vuajtjen? Njerëzit kanë bërë një gabim kur thonë artisti duhet jetë i varfër, se reduktojnë njerëzit. Ato formulat që kalojnë nga koha në kohë dhe bëhen pastaj bëhen normale, pranohen si tilla. Sepse e reduktojnë vuajtjen njerëzore tek materia. E mua kjo më duket fyerje e madhe. Të pretendosh që nëse je artist i mirë, duhet të jesh automatikisht i varfër për të bërë një artist i mirë. Edhe marrin shembuj nga arti, nga piktorët të mëdhenj. Nuk janë gjithashtu, në fakt e prapë kanë bërë vepra të mëdha, por nuk mund të reduktohet vuajtja e artistit, vuajtja, dëmshuria, empatia e artistit në të mirat materiale. Të mirat materiale mungesa të mirave materiale mundet të deformoj raportin që ka një njeri talentuar në fushën e artit me artin, sepse do të dojtë mbijetoj. Por është e vërtet që dhe unë besoj të kjo gjë, por jo vetëm për artistin, në përgjithësi, për qenia njerëzore, duhet të bashkëjetoj, duhet ta njohi faktin që jeta është vuajtje, dhe të filloj të bashkëjetoj me të përndërtu më mirë. Nuk mund të jesh njeri empatik, artist empatik. Artist që sheh aty ku nuk shikojnë, ku shoqëria po gabon, ku shoqëria nuk sheh. Artist që mundet të udhëtosh në kohë, në dimensionin kohë dhe në hapësirë me të gjithë krijimtarinë tënde, nëse ti nuk njeh dy ekstremet. Por nëse ekstremin e kaltër të ndjesive të lehta, të gjithë e pranojmë dhe kemi më të lehtë, natyrisht që aty është shumë errët, e bluja e errët e vuajtjes është nuk është e lehtë shkosh. Artisti duhet të jetë, nëse do të jetë artist, zemër gjerë me vuajtjen. Dhe kjo jo vetëm, prandaj nuk reduktohet nuk e redukton dot në fushën në fushën financiare. Sepse njëri ka apo nuk ka të mira financiare, nëse është njëri i ndjeshëm dhe ka vendosur të ketë të raport me jetën, do ta ketë atë raport me jetën. Se më fal, po nuk të bën të lumtur një ananas në plazh, se është shumë nuk të bën as të lumtur as njëri më të mirë. Dhe as njëri më të keq, po është asgjë. Kur unë kam punuar, të jap një rast që ta largojmë nga filozofia. Kam punuar një herë me gratë në burgun 326. Kemi bërë një shfaqje. Vite përpara, shfaqja titullohej Prag. Në të cilën dhe unë kam hyrë, kam dalë një muaj në burg, në burgun e Grave. Është një shfaqje që ndërtova ashtu si që janë ato performative, nuk u dhash një tekst se më duket absurde. Ato janë më vete eksperiencë për të përjetuar, e ti thua është Adelbani Shakespeare-in, mua nuk më duket asgjë për të zbuluar, se ato aktore nuk mund të bëhen. Por vendosëm që të flasim për ëndrat e tyre, dhe përmes ëndrave të tyre, çfarë ato projektojnë, çfarë ndërrojnë, ti mund të zbulosh historinë. Dhe mund të shohësh që ëndrat e njerëzve që kanë gabuar diku dhe shoqëria i ka ndëshkuar në këto institucione të izolimit, ëndrat janë shumë të afërta me çdo që është në liri. Dhe për mua ishte një mënyrë të komunikuari me çdo që është i lirë, ose më saktë nuk është i detyruar të jetë i izoluar. Ëndrat janë shumë të çosh djalin në shkollë, të lash xhinset, ëndrat të martohesh. Ëndrat janë shumë të prekshme, kështu që është një mënyrë për me i folë të pandërgjegjshmes me pas kujdes kur zgjedhim, sepse as ëndrat më të lehta, më të vogla, më të bukurat, më të përditshmet nuk i ke dot. Dhe teksa hyja e dilja
Në Burg kam njohur gra të jashtëzakonshme. Se si aty ishte ndërtuar një botë më vete dhe me drama tepër të mëdha. Drama që unë kam kujtuar se ekzistojnë vetëm nëpër filma. Në realitetin e brendshëm aty. Jo, pse si kishin arritur deri aty. Shumë prej tyre ishin, nuk flas për të gjitha, por të paktën dramat që të unë shënjuan. Shumë prej tyre ishin viktima të një dhune të vazhdueshme. Po nuk e kam dot as imagjinata njerëzore. Dhe mënyra se si ato flisnin dhe unë uroj të jenë mirë, se një pjesë për tyre kanë mbaruar dënimin, ishte një inteligjencë njerëzore jashtëzakonshme. Dhe unë duke punu me to, e lash veten të shpërbëhej në dhimbjen e tyre, në dramën e tyre. Kur kam bërë takime dhe intervista me familjet e deportuarve në kohën e komunizmit, me të mbijetuarit, e kam lënë veten të shpërbëhem. Nga mënyra fisnike, se si ata e përballonin një jetë të shkuar në mënyrë absurde në ndëshkim. Ta them këtë, jo për të tregu që unë jam empatike dhe ata janë, për natyrisht që ata këta njerëz janë fisnik. Duhet me një gjuhë intervistat e tyre. Por thënë që janë leksione. Nuk e lejova veten të vuaj, e lejova veten të shpartallohet. Dhe kam mësu prej tyre shumë reagime njerëzore, duke e leju veten të futen në të njëjtën valë me ta. Si me rastin e grave në Burg kur kam punuar, si me rastin e po flas për dy qasje njerëzore, jo qasje njerëzore në jetë, që natyrisht lidheshin me profesionin tim, me njerëz kalvari i vuajtjeve të cilëve ti ndonjëherë do thoshe nuk më përket derisa hyn te dera ime. Jo, artisti duhet ta lejojë të hyjë në zemrën e vet, edhe diçka që nuk i ka takuar në fatin e jetës vet ta takoj. Këto janë, kjo është ajo zemërgjërsia për me, që unë e quaj zemërgjërsi, se nuk e dia kuptoj, zemërgjërsia për me lënë veten të përfshihet në dhe jo vetëm ty është në jetën e tyre, po shikosh çfarë ka për te i fjalëve. Sepse një gest tregon shumë për si po përballon, një qëndrim fizik tregon se sa më lartë ndihen për mos me, për shembull, në këto intervistat e ish persekutuarve, gjëja që më ka godit, po ka qenë leksion jete. Përveç vuajtjes, po jo përveç tronditjes madhe se si mundet njeriu t'ja bëj njeriu këtë gjë, dhe të ndjej kënaqësi. Ka qenë, ata nuk thosh asnjëri i kanë falur, po kur nuk mbollën urrejtje. Pra nuk nxitën urrejtje. Dhe ndonjëherë refuzonin me folë sepse nuk donin të ulnin lartësinë e shpirtit të tyre për me përdorë fjalë urrejtje. Kjo për mua është leksion. Përse si gra në Burg që, po i kthehem në takimet me gratë në Burg që e di që ka të bërë një krim makabër, që në çdo situatë kur ti tregoj, po ti ke vujt shumë edhe është një moment që të mund ta justifikosh nga ana njerëzore. Thoshin jo, me vrasë gabim. Ndërkohë jeta e shkatruar, shumë prej tyre takojnë dot fëmijët. Të gjitha këto, po flas për përballje të forta, që i takojnë edhe shoqërisë tonë, pra nuk është, jo s'po flas për përballje të përditshme, që Bajagina shikon syri. Artisti nuk mund të jetë qytetarë që kthen kokën në krau tjetër. Kur diçka po ndodh. Që mos shqetësoj veten. Ti tregova këto raste për të se sa shumë më kanë ndihmuar mua dhe pse është pak absurd fakti, që ty të ndihmon të mësosh dhe të respektosh vuajtjen prej historive dhe përballjeve me të tjerët. Kjo besoj se rrit empatin tek një person e tek një artist, të pasuron. Në këtë sens, ja, artisti nuk mund ta kthejë shpirtin nga krau tjetër, se ka frikë se mos preket nga kjo histori, ta bëj skip
një histori dramatike. E përmendë burgun, po çfarë është liria për Ema Andrean? Është liri tjetër si që dëshiron, edhe të mos kesh frikë nga gjykimet e tjerëve? Është pjesë e lirisë, ose më saktë është rezultat. Kur e ke fituar lirin, që është një rrugë shumë e vështirë dhe e gjatë, besoj se të mos shpjeguarit më, mos jetuarit më për së tjerët, është rezultat i këtij statusi që është gjithmonë i lëkundshëm, me thënë drejtën. Nuk duhet me punu gjithmonë me mbajt. Në lartësi, duke mos humbur gjithë lartësitë që ke dashur me i pas. Unë besoj në këtë moment, nuk e di me moshë, ndoshta do ndryshoj. Është ti duash dhe ti respektosh gurët edhe çmimin e rënd që ke paguar, se çmim shumë e rënd, është rrugë e gjatë dhe e rënd, për atë që ne e quajmë liri. Pra sa mund të jetë liria, se liri do të thotë përgjegjësi e madhe. Jo të bësh çfarë duash ti. Liria është përgjegjësi. Liria, nëse ti ke mujt me fitu lirin brenda teje, më pari duhet kesh pranu ato zonat për cilat po flisnim pak më parë dhe me e fal veten. Nëse jo ta justifikosh, ta falësh. Se shpesh në rrugtimin tim me veten thosha, mos e këtë e kam bërë se kështu se më tha se i thash se E ke falur veten për gabimet e tua? për shumë gjëra. Për shumë gjëra kam ende për të falur. Po të tjerat i falet? Apo ke vështirë? Më gjithmonë e më lehtë. Gjithmonë e më lehtë. E re jo, po gjithmonë e më lehtë. E re jo sepse nuk e kupton kur je i ri që pse bota nuk të ngjan. Ose pse ti nuk po i ngjan botës. Të çfarë është për ty normale, për të tjerët nuk është normale. Si ka qenë Ema? Si ka qenë raporti me mamën tënde? Ne kemi qenë 3 fëmijë dhe mami, sepse babai na ka lënë kur ishim të 9 muajsh unë vllai. Kështu që por kemi pas një raport me një edukat kristiane të fshehur, sigurisht sepse nuk lejoj, por parimet, gjithmonë më tepër kuptoj që parimet themelore e shtrenjta Sofika nga Drenova i ka pas të nivelit shumë të lartë qytetar dhe shpirtëror. E prandaj unë kur dola në jetë të egër, cila donte të dhunonte lirinë e gruas, lirinë e mendimit, që nuk na quante të barabartë, ku sidomos se po flasim për para 90-s, është adoleshenca ime. Kur ti moralin e masje me moralin e grua, sidomos e masje me cipa biologjike dhe gënjeshtën e falje, kisha, thoshin e mash rebele, unë se kam ditë se kuptoj që ishte ky rebelim, por unë isha edukuar kështu, që çdo njeri që Zoti i ka dhënë shëndet dhe ka bërë të aftë për të punuar dhe për të folur dhe të menduar, ka drejtat barabarta, edhe në dialog, edhe në punë. Për mua ishte shumë absurde, ishte absurde të ndërhysh në vendime personale që nuk cekin as një parim social e tjerë. Dhe kështu që ky ka qenë raporti, nëse doja të flasë sa na ka përgatit nëna ne për të qenë qytetarë të botës. Pastaj, natyrisht, dhe sigurisht që ka qenë një raporti, jo ai klasiku që është me nënat sot që të përkdhelin gjithë ditën, sepse ishte një vetë grua, vetë burr, me një bashkëshort të munguar me biografi të keqe, që do të thotë sulme dhe tensione, të vetëm kur imagjinoj themsia ka dalë, e paragjykuar e gjykuar, edhe pse shumë e studiuar, vuajtur shumë, natyrisht, sepse jo është dashur të rinë në Tiranë bashkë me babën, me babin, si shtregon të mami, që të vegjël për të studiuar dhe për të bërë ata që ishin, që u bën në fakt. Dhe natyrisht që
kanë vuajtur varfërinë, kemi vuajtur varfërinë që vuajtën të gjithë shqiptarët, që sot e kanë harruar të tërë, ku në lageshin kishim vetëm një palë këpuc, kur vinin këpucët te Mapo, kush mund të t'i blinte, njërën 15 ditë merej rroga, po në varësia 2 fëmija, 3 fëmijë, rroga ishte e njëjta, nga 80-ta fillonin mungonin dhe ushqimet, kështu që në dilim të tërë në 5 të mëngjesit për qumësht, për vezë. Dhe unë imagjinoj një nën që nuk ka do të mundësi t'i ushqej fëmijët e vet. Nuk mund t'jetë nëna që të përkëdhel çdo mëngjes, çdo drekë të darkës, nuk e ka atë mundësi. Ishte një mama që përqafonte? Mama përkëdhelte me fjalë. Pastaj me moshë natyrisht që u bë një grua shumë e hapur, me ndjeshme, se kur thonë i rehatoi fëmijët, vazhduan shkollën e lartë, etj. Po mama ka qenë një gjyshe, dhe jo vetëm për nipat dhe mbesat e veta, por edhe për çdo komshie që kishte nevojë të linte djalin vajzën dy orë, një grua që të vinte në gjumë duke lexuar. Wow. E pasi nga trashëguar zërin nga ajo, sepse kur flitet... Ty po të zëgjumi tani praktikisht. Jo, po kur flitet për Ema Andrean, mua nuk patjetër do më kujtojnë edhe zëra që keni dubluar, do më kujtojnë Franciska, për ty, të identifikojnë akoma me Franciska? Franciska nuk e di, sa shumë, pa më shumë me Nemon, njëshën, se dyshën se bëra unë. Më vjen mirë sepse është një nga punët të cilat të lë gjurmë deri në brezat që vinë, më vjen keq që nuk vazhdojnë me aq seriozitet sa kanë qenë dikur dublimet, nuk e di a vazhdojnë, që nuk vlerësohet si punë, sepse ka qenë një përcjellje e gjuhës shqipe dhe karaktereve dhe interpretimit krejt profesionale dhe shumë e dedikuar në fakt nga aktorët. Por në Timbri i Zërit unë kam përshtypjen që përveç se që ta ka dhënë natyra Zoti pasurohet, unë besoj, me mënyrën se si jeton. Ashtu si fytyra. Ti lë shenjat çdo zgjedhje përgjithshme që i ke bërë vete, sa do t'jesh njëri që merr kohën tënde për të folur, a ke frimarje, po, se në qoftë se nuk je mësu, se ke eduku veten për me lënë zërin të dali, po ta sforcosh. Atëherë besoj se zëri i humbet tingulli, i humbet edhe ato të dhënat natyrale. Edhe nuk tradhton mbi të gjitha. Po me që e përmendëm nënën, thonë se kur humbet nënën, humbet njeriu që të donte pa kushte, ndoshta edhe kur ti nuk e doje veten. Arritet ta kuptosh vërtet rëndësinë e nënës pasi e humbe, apo kur u bëre vetë nën? Të dyja. Kur u bëra vetë nën, kam kuptuar gjithë të lodhjen e nënës time. Pafund. Dhe kur Sara u rit, që ishte momenti që edhe mami shpirti në nënës time vendosi të takohet me botën më të mirë. Aty kam kuptuar heshtit e nënës time, të pathënat. Dhe jam ndjerë shumë herë fajtore, që si kam kuptuar, që si kam kushtu vëmendje, kur ajo heshte. Në herë argjem kohën, unë kam qenë e sëmurë mbas punës. Një për mbjetes, dy se nuk e kisha të letë, edhe ndese kam të letë hapësirën për të punuar. E tre se më duhet të ushqeja. Standard, të edukoja fëmijën. Unë nuk ka rëndësi, nuk kanë gjithë shka. Kështu që po kam pas fatin që bëj një punë që e dua. Në fakt, dhe kur kam punuar kamarjere, apo përktyse, apo magazinjere, apo unë kam bërë me imagjinat, kam gjetë bukurinë edhe asa. Nuk kanë kohëm në përgjithësi nga... E ke bërë dhe kamarjere, no? Po, nuk kam qenë emigrante në vendin tim. Dhe nuk e ke kohën, ty të duket sikur, dëgjoj se ti se kupton këtë kohën që po jetoj unë, e mua më duhet të punoj 12 orë, dhe
Mbaj mend që ato është mraft pika sa lodhesh. Ndërkohë që unë përpiqesha të isha e gjithmonë thoshte, po nuk ka njeriu duke mbajtur ballin me dorë, se nuk do të zgjidhësh hallet. Dhe pas të ngadalë fillova të kuptoj kur ajo heshte. Edhe ndonjëherë kur bëj nervoze sepse s'kam mujt me fol. Po, unë e kam kuptuar nënën time dhe e kam vlerësuar në të dy rastet. Kur unë bëra nën dhe kur ajo iku. Por nëse kur u bëra nën përpiqesha ta të thosha po tani të kuptoj, kur ajo hikën ti se ke më mundësinë me Ti ja thuash. që se sa e vlerëson. Se ne nënat, dhe po flas për një raport që unë nuk e kam marrë për të mirë qenë nënën time, po prapë ndjej që kam lënë gjëra pa i thënë. Ne nënat i marrim për të mirë qenë. Dashurinë e tyre, forcën e tyre, dedikimin e tyre. Që nga duhet jetë natyrale ta marrësh nënën për të mirë qenë. Po besoj se kam pas momente ku po, më shumë mund të thosha se shumë e vlerësoj. Me timen e kam thënë, po kur rritesh, thua, ja dhe këtë duhet ja thosha, dhe këtë duhet ja thosha. Po me vajzën tënde si ke raportet? Je më shumë shoqe apo e keni? Po tani besoj po. Tani besoj po kodet e komunikimit janë shumë më afër shoqes. Se jeni të afërta me profesionin, të dy në botën e artit? Të dyja? Po, besoj se po, me Sarën tani kemi shumë më afër shoqes. Sigurisht që gjithmonë nëna aty, gjithmonë vajza aty, gjithmonë unë ta kem gjithmonë një këshill për ta dhënë. Po jema një është merak për të bërë, unë shumë. Shumë, Po, mua më pëlqen ta po besoj se dhe kjo është zgjedhje. Më pëlqen të ndalem dhe ta them dashurinë, ta shpreh dhe unë jam shumë ndonjëherë nuk flas, vetëm kam një gest për me të treguar që po e kuptova ose të vlerësova ose më ndihmo. Jam kështu si sistem mors fizik kur flas me njerëzit shumë më tepër se sa me fjalë. Fjalët duan kohë, gjesti për mua nuk gënjen kurrë. Dhe unë jam dhe e kam kultivuar dhe më pëlqen të komunikoj. Është të shfaq dashurinë, Po edhe pa fjalë, shumë shpesh edhe pa fjalë. Po të janë fjalë do jetë poezi pastaj. Po ema ju jeni edhe aktiviste, për shkak se ju jeni marrë dhe me barazin gjinore, unë ashtu jo njoha, do me thënë, nga një projekt i përbashkët, atër që bëjë online, gjatë kohës Covidit. Po sa është e lodhshme për një grua që jetoj në një shoqëri që ende përpiqet që ti tregoj se si duhet sillet, se si duhet flas, se si duhet të ekzistoj. Është shumë e lodhshme, por dëgjoj, unë jam bërë, nuk ka qenë emri aktiviste atëherë. Kur unë kam filluar të vë veten në ballë të parimeve, jo kur ka qenë interes personal. Dhe e kam bërë gjithmonë me qef, dhe natyrisht e kam bërë sepse e kam kujtuar se është detyra ime, dhe besoj ende se duhet jetë detyra e një qytetari të reagoj ku po shkelen parimet, sepse çdo shkelje e vogël apo e madhe parimesh është një bumerang në shoqëri, gjithmonë me shpresën që diçka do të lëvizi. Dhe nuk ka qenë aktivizmin në projekte. Dhe kur them në projekte, kur njerëzit filluan ta përdorin edhe aktivizmin për marketing. Në atë moment, me thënë të drejtën, unë përdor, nuk jam pjesë e grupeve, por nuk merrem me aktivizëm të organizuar. Aktivizmi bëhet edhe online, bëhet Po, dhe sepse sot ke edhe një mundësi tjetër. S'ke nevojë që t'jesh fare. Për ta bërë, por ku je vetëm je lehtësisht i paragjykueshëm. Kurse kur je grup, natyrisht është më bukur. Dhe unë kam besuar që kjo është detyrë. Dhe natyrisht që kur je një aktivist dhe beson se ti duhet të ngresh zërin, ti merr parasysh edhe reagimet, merr parasysh edhe pasojat. Ndikohesh nga komentet online, ndikohesh nga paragjykimet e njerëzve. Në fillim mërzitesha shumë, sepse thosha pse keq kuptoa. Kur e ke idenë që pse e nis dhe pse e nis me bë këtë gjë. Sepse edhe je ekspozuar shumë, sidomos je edhe në një panel me vajza me gra që është në prime time gjithë kohës, kështu që përgjithësia bëhet edhe më e madhe, po Ema, pse kemi frikë nga tema tabu? Pse s'kemi, çfarë është tabuja për shembull? Pse kemi frikë ne të flasim për tema tabu? Ose ta them pse një burrë që flet për trupin, për seksin, quhet i lirë,
Ndërsa kur një grua e bën të njëjtën, gjykohet. Pse nuk mund të flasë një grua hapur, pa u paragjykuar, se gratë flasin hapur, edhe për këtë temë, për tema si seksi. Ato më është i mundshëm me nda paragjykimi, është thuaj se i pamundur. Më shëro. Nuk është preja ime. Po më pëlqen. Kur flet thuaj se me të pamundurën. Një nga reflektimet që bëj unë, jo më larg se më para dite ishte ndodhe situata e 100 reagimeve me quajt qip, banale në raport me punën. Të njerëzve të cilët ka në dorë me bë diçka dhe e bëjnë, me shpresi po të lëndojnë, pa të të njohur. Kjo po thuaj se më kanë ndjek gjithë jetën. Sepse t'i rikthehemi bisedës që bëm pak më parë, njerëzit kanë një format me si duhet jetë gruaja, dhe mbi të gjitha një format se si duhet jetë njeriu. Shumë vonë e kam kuptuar dhe aty pastaj është kjo rruga e gjatë e lirisë time, sepse e pata shumë të vështirë edhe rrugën e profesionit dhe përballjen me shoqërinë, me gjinin tjetër. Thosha çfarë kam unë që shkaktoj këtë. Dhe shumë janë arsyet. Një se nuk jam në rresht, por një nga ato imazhe që nuk e përputhin emën me besoj unë, e atëhershme tani s'kam probleme as ta them është se si mundet një grua në atë kohë të mos viktimizohet, mos kërkoj ndihmë. Pra, mënyra se si unë jam qasë realitetit, profesionit, dhe gjinis tjetër ka qenë në gjithë që është e mundur e dinjitetshme. Nuk kam kërkuar kur të jem pjesë e gjërave që nuk di t'i bëj apo që nuk i meritoj. Dhe nëse hyn me këtë parim në raporte, kjo quhet parim qasje e dinjitetshme, që me sa duket nuk është normale. Dhe të vënë epitetet Gryndavece e mendje madhe. Se çfarë gjë që nuk e kuptoja në atë kohë. Dhe mbi të gjitha të mos kërkosh lëmosh. Kjo nuk do të thotë që unë s'kam pas nevojë për ndihmë. Nuk më ka ndihmuar një. S'kam pas nevojë për një telefon si e, për një fjalë të mirë. Për një fjalë që do më lironte edhe një frustrim të madh, që meriton, që ti e aftë, ose se po me që jemi të kjo, më kujtove një gjë shumë të rëndësishme, një thënie shumë interesante të Madeleine Albright. Ajo thotë që është një vend i veçantë në ferr për gratë që nuk e përkrajnë njëra tjetrën. Dhe a mendon se gratë shqiptare e mbështesin mjaftueshëm njëra tjetrën? Që vendin ferr është dhe për burrat që nuk i përkrajnë gratë, ta shtoja unë. Edhe jo me përkrah gruan sepse është grua. Jo për të. Jo vetëm për këtë fakt, por sepse ne dim se sa luftë e madhe paragjykimesh të pandërgjeshme apo të ndërgjeshme që janë stabilizuar tani më në mentalitetin shoqërisë, bën një grua sa luftë e madhe bën një grua për të marrë atë që meriton. Kjo nuk i bën të gjitha gratë perfekte, të them drejtën. Nuk i bën gratë në rrugtimin dhe në karrierën e tyre krejt pastra. Por, nëse ke shansin të suportosh një grua që cilën e kupton se sa të vështirë e ka dhe të suportosh dhe apo ta injorosh sepse i rrim mirë pardysyja, thot Ismail Kadare, këtu pastaj fillon dhe ti dhe po ka një vend në ferr për ato gra, të cilat kanë në dorë aq sa mos me të suportu e bëjnë sepse ti sepse ti je. Se në njëherë më suporti apo të injoruarit apo të mos ndihmuarit apo të mbyllurit derës është vetëm se ti je.
Ekziston në këtë format që ekziston. Se ke thyer një rregull, se ja ke dalë në një formë tjetër që ti do doje t'ja... Pra, sepse ti nuk i ngjan, ose i ngjan asaj që do doje t'ishe. Këtu, për ato gra po ka një vend në ferr. Jo se do ta dëmtoje kaq rënd dikë, për sepse motivet mbi të cilat i nuk e suporton një grua janë shumë banale. Dhe kështu ke banalizu veten dhe të gjithë kauzën apo ekzistencën e ndërsa po ti kthem se kjo lidhet edhe me atë që folëm pak më parë, komentet. Shumica janë gra. Dhe nuk po flas për faqen time, po flas në përgjithësi edhe për kolegët mijat. Unë nuk shikoj, po lexoj shumë komentet. Shumica janë gra, që sulmojnë gratë. Dhe po ti pyesësh pse e bën? Pasiguria? Po nuk e kuptoj se nuk është se bëhesh më i sigurt. Nëse ti komenton keq në një portal apo në faqen e një gruaje që ka vendosur në mënyrën e vet të dalë. Nuk është se do ta edukosh atë një. Unë nuk e kam kuptuar kurrë pse. Se kemi këtë nevojë për të shprehur keq për një. Sepse i mungon ajo që po sheh. Nëse diçka ti nuk e pranon dhe nuk e do, nuk je dakord, duhet me fol nëse të pyesin, nëse je sigur që po i bën mirë tjetër, që ka efekt, apo po të bën mirë ty. Unë nuk e kuptoj kurrë se si njeriu nuk e pyet veten. Në një portal që nuk është diskutim publik, nuk të është hapur ty në diskutim, ku askush nuk ka dot mundësinë të përgjigjet. Ti shfryn. Thua një mendim tëndin, po flasim për ato komentet super negative, toksike, banale, që përdorin fjalor në tentativ për të fyer, lënduar, dhe nuk është se nuk ja dalin gjithmonë, se ti gjendesh në një situatë. Po ndodh që dhe prekash, tani edhe unë jam vetë i ekspozuar shumë. Dhe nuk është e bukur kur ti ke marrë kurajon të ekspozohesh, nuk je perfekt, se nuk jemi, ne si jemi perfekt. Kështu që s'jemi perfekt. Dhe mbi të gjitha, nuk mund të ndjekim të gjithë një standard të diskursi, një standard se ti do t'i pëlqen të çdo kuj. Po fiks. Kjo është demokracia. Pa kjo është e bukur, që jemi të ndryshëm. Po jo se jemi, ne duhet me pranu tjetrin ashtu siç është, derisa nuk ka hyrë në hapësirën time. Por, në këtë vend, dhe tani më me rrjetet sociale është bërë shumë e gjë, në këtë vend ku për 50 vjet me radh publika ishte hyrë në shtrat, ishte hyrë në intimitetin e njerëzve. Morali publik i kishte detyruar njerëzit edhe në identitetin e tyre, po thuaj se pa identitet kanë qenë detyruar të paktën e të përgjithshmen të jenë njësoj, sepse morali i përgjithshëm, morali sundues, opresiv, kishte hyrë në shtrat, në intimitet, në familje. Ti nuk dilje dot nga ato norma. Natyrisht i ushqyer edhe nga një lloj kulture, mënyre të jetuari arkaike e vjetër etj. Dhe kur mbylli derën tënde nuk ishe dot intimitetin tënd. Flet dot për liri seksuale, revolucion seksual, marrëdhënie seksuale të shëndetshme të një raporti, po flasim për problemi është tani... Po ti s'le të hapur dot as për divorcin. Intimja, në kohën kur jam divorcuar në histori tjetër. Kurse tani intimin me gënjeshtër e bëjmë publike. Dhe kjo ka kriju një kaos vërtet në sistem vlerash dhe çfarë është e shitshme dhe çfarë nuk është e shitshme. Tani një publik i mësuar në këtë kaos, midis propagandës çfarë është e mirë dhe e keqe. Ish kulturës e dikurshme, edukatës e dikurshme, faktit që ti ke të drejtë jesh agresiv për zgjedhjet personale të dikujt, se kështu mendon ti, dhe intimitetit që është bërë publik, me vedije për lajket, nuk e di fare se për çfarë. Natyrisht që e kthen rrjetet sociale në ventil kaotik pse asgjë s'fiton askush në këtë rast, përveç se i mëson portaleve si t'jenë sa më manipulatorë, në titujt e tyre. Po para rrjeteve sociale, me që u përmend divorci, si ishin pritshmëritë, si ishin reagimet kur u divorcove, domethënë, si reagoi
publiku, ta zëm, a njerëzit që njefje, po rreth. Po e bje. Nëse krahasim. Kërkoj ndjesë që jam dramatike. Jo, është, ka qenë më e rëndë se që kam kujtuar unë se do t'ishte, sepse sërisht jam rritur me parimet që është një zgjedhje personale dhe nuk ka asgjë të keqe. Është dramatike, nuk është e lehtë, nuk duhet të ndodhi, por njerëzit kanë bërë zgjedhje të gabuara dhe mos të vuajnë gjatë duke nxjerrë më të keqen në njëri tjetrit, por do të ishte më mirë. Kështu që, dhe nuk e kam menduar se do të ishte aq dramatik. Divorci im ka në raport me publik, me opinionin. Dramatik, në çfarë sensi u po dramatik? Divorci është dramatik, se një asikur s'martohet për të ndarë. Njeri u lyen shpinë dhe prishet java e punës, se orarit, sa objektet ku i ka një gjë banale, jo më të divorcohet. Nuk është i lehtë divorci. Unë sinqerisht ja uroj kërkuj. Nuk besoj se njerëzit martohen me divorcin në xhep. Pra, kur ndodh, vërtet nuk është i bukur. Nga të gjitha nivelet nuk është i bukur. Edhe kur ndodh në sistemet, në raportet më paqësorë siç ka ndodhur me mua dhe me babain e Sarës. Nuk ka pas. Dhe opinioni do të gjithmonë të gjente një shkak ekstrem. E doni shkakun ekstrem. E doni në ekstrem. Që gjithmonë njerëzit të ndahen, po urrahet, po trastuat. Kërkonin detaje, jo? Jo, po detajet duhet ishin këto, të tjerat nuk janë të justifikueshme, dhe unë prapë thosha. Dhe sigurisht që opinioni, nuk e di se sigurisht që opinioni ka qef më krah. Po kjo ka shumë vite, domethënë. Po kanë 94 edhe 6, 99-2000. Okej. Shumë gjatë. Është gjatë, është akoma një mentalitet shumë agresiv. Dhe ty vendi i punës do të ofroj vetëm nëse do të ishe gjunafçare. Dhe kemi parasysh. Nuk besoj se ajo që nuk duroj opinioni përveç se më fajsuna dhe ka ndërtuar ndoshta edhe ndonjë telenovela që nuk e di se nuk u interesova. Po, kam dëgjuar drogohet, po, kam dëgjuar. Po. Kanë shkuar deri. Jo, u bën agresiv prej faktit që unë këtë gjë mbrojta me shumë forcë. Pra, zgjedhjen time nuk e dash llogari njëri. A ruajte komunikimin e shëndetshëm me ish-partnerin? Me bashortin po flas kur me rrethin, no? Kur ishte e mundur, në s'ka rëndësi ajo se nuk dua të flas për atë. Por në raporti me shoqërinë ishte agresiv, se shoqëria shumë maskeliste. Dhe ti në të njëjtën kohë je një target për të shkarkuar gjithë fajet e botës të ty, ti ke prishur një rresht, një moral që s'ka lidhje. Dhe mbi të gjitha të ulin kokën të nënshtrojnë për këtë gabim të madh për cilin ti s'po ul kokën. Jo, dhe vërtet kanë lëndu në nëntime, familjarët e mi, duke folur për të skandal që na turproi, dhe natyrisht që unë kam pasur të vështirë, dhe me karakterin që kam, çdo lëvizje të jetës time, çdo dalje, ka qenë çdo përballje agresive, që ushqej prej mentalitetit patriarkal. Jo, pak edhe prej mentalitetit që kjo grua nuk ul kokën. Unë jam e sigurt që nëse unë do ta kisha rifilluar, se praktikisht unë rifillova jetën me zero dhe ekonomi dhe çdo gjë tjetër, do ta kisha rifilluar duke u viktimizuar. E sigurt që të paktën ekonomikisht apo diçka do ta kisha më të lehtë. Po vajza e përjetoi vështirë, domethënë këtë. Ja. Unë nuk e di. Me Sara. Sara ka përjetuar të vështirë kur u bë koshjente mbi sulmin publik. E kjo është ajo që s'ia falun publikut. Në atë moment ka vendosur të mos bësh kompromise. Sepse një popull hilacak që ka kuraja të sulmoj fëmijën në anonimitetin e vet, nuk vlen asnjë shpjegim. Po flas, kur them popull, ajo turm që sulmon një fëmijë. Një fëmijë të pafajshëm. Fëmijën e kujdo. Për një zgjedhje të jetës që nuk dëmton asnjë aspekt social të askuj. Dhe ndërkohë, kjo turm relativizon vjedhjen, mjafton të luash pak viktimë.
e harron narrativat politike dhe i kthen narrativa botoksi dhe narrativa roz, i fali duhet troket. Por nuk e pranon, dhe këtu nuk flas për veten, një grua që është autoironike, bën humor, apo flet siç e mendon në një podcast apo në një emision televiziv, apo që është e mençur dhe jep opinione politike. Dhe këtu nuk po flas për veten. Nuk po flas për veten. Po flas për kolegët mia, të cilat kur e kam lexuar komentet i kam thënë çfarë keni. Nuk munden këto turma anonimësh. Qoftë edhe sepse merren me showbizet duan të bëjnë like, është shumë perverse si punë. Në opinionin publik të relativizojnë vjedhjen dhe ta kthejnë në histori roz, dhe ta pranojnë dhe botoksi, dhe të sulmojnë një grua sepse ka kurajon me qenë vetvetja, ketë ironike, autoironike, dhe më falë, po Zoti ka dhënë dhe bukuri, apo në rastin tim të sulmojnë fëmijën, një gabim që nuk është bërë, që nuk ka dëmtuar asnjë aspekt shoqërisë. Pa di çfarë ka dëmtu shoqërisë të deformume në raport me veten, divorci i hershëm apo sot zgjedhjet e grave. I trondit qenien. I bën me mësu që në jetën tënde e projektu gabim, po kjo nuk është faji jonë. Nuk është faji ati që del në publik, ndryshe sepse pranon veten. Nëse ty t'janë të tronditet themeli, parimet e tua, problemi yt nuk ke drejt me sulmu. Këtë nuk kuptojmë ne. Prandaj falim vjedhjen dhe jo njeriun me dinjitetshëm. Prandaj duam viktimën për të ndjerë më mirë, dhe jo personin që nuk viktimizohet, por nuk do të thotë që nuk ka nevojë. Po çfarë do t'i thoshe sot vajzave që kanë frikë të jenë vetja, sepse duhet gjithkohës të marrin miratim që vetja. Nga kush të marrin miratim? Po ja, nga publiku, nga rrethi, nga të afërtit, nga familja. Të respektosh familjen është shumë e rëndësishme. Ta respektosh familjen. Por nuk mundet as ta respektosh, as ta dush familjen nëse nuk respekton dhe nuk don veten. Nuk puqen parametrat e respektit. Është si një njeri i pakujdesshëm, i bërë pisi, i pa lartë vite të ankohet për pastërtinë. Kështu që nëse do t'jepja këshill, e di që rruga është e vështirë. Rruga për një grua vazhdon të jetë shumë e vështirë, për shumë motive. Po qoftë edhe për këtë çadrën e madhe mbytëse të mentalitetit që të frikson. Unë do t'jepja këshill të flasin me frikën. Dush me fol me frikën. Të cilën ti nuk e mohon dot si ndjesi, po momentin që e pranon mundet të ecësh përpara, bashkë me te. Çdo hap në jetë është frikë. Çdo gjë, edhe një fjalë që tham tani, ka frikën, sa përqind nuk ka rëndësi. Por, veç me pyet veten, aja vlen me jetu, pa jetu në çadrën e frikës, apo me bë një zgjidhje që nuk dëmton askënd. Një grua e edukuar që shkon në fakultet, që zgjedh një profesion, edhe nuk shkon në fakultet, zgjedh një profesion, nuk përbën rrezik për askënd, por i bën shumë mirë vetes. Një grua që vajzë e re që di të thotë jo. Dhe nuk flas vetëm për raporte me partner. Kur ti mëson tua shok, ke mësuar të vësh limite. Por pastaj do të kesh forcën që këtyre limiteve të rish përsipër. Ti menaxhosh. Nuk mund të bësh zgjedhje duke u varur nga dikush. Nuk flas po gjithmonë për varje ekonomike, financiare ekonomike. Por gjithmonë familja duhet respektuar. Që të mos jesh dakord me familjen, do të thotë mos ta respektosh. Patjetër. Të momentin që bën një zgjedhje, duhet t'i rish përsipër. Po, duhet t'i rish përsipër. Për fund, Ema, duhet të pyes, kush është Ema pa komplekse? Ko që unë se ti përgjishëm se pyetjes? Më kam komplekse. Nuk e fare? Kam, po kam gjetur rrugën me punu me komplekset e mia, dhe të them të drejtën, dhe kam arritur në një pikë që kur bëj një reagim
që pas të cilit bëhem pjeshman me njerëz të mi, më falë se ishte frustrimi i momentit, më falë se më vjen ky frustrimi nga po, pra dialogoj me komplekset dhe frustrimet e mia, po nuk do të thotë që ato shpesh nuk nxjerrin kokën. Edhe më bëjnë të bëj reagime që them, po unë nuk të kam edukuar kështu mo jema, pse po reagon kështu. Kështu që unë jam njeri që kam komplekset e mia dhe kam frustrimet e mia, por besoj se kam fituar aftësinë të dialogoj me to dhe t'i pranoj. Besoj se të kam fituar si aftësi deri tani. Ema, shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit. Faleminderit. Unë shijova bisedën që bëm bashkë. Edhe ju uroj shumë suksese në karrierën tuaj, në rrugtimin tuaj, në aktivizmin tuaj, gjithë punët e bukura që bëni. Shëndeti. Dhe ju uroj shëndet, patjetër. Shëndeti është mbi Shëndeti mbi gjitha. Me fizike mendor. Patjetër. Faleminderit, e të uroj shëndet, paqe. Shumë faleminderit. Se mbërësia vjen. Shumë faleminderit për urimin e bukur. Miqtë e dashur, faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin dhe mirupafshim në episodin e radhës.